Është hera e parë që po bashkë bisedojmë, zotri Hamdi? Hera e parë. Okej, mirë se erdhe, kënaqësi. Faleminderit. Çka po mendon për temën? Jeni pro apo kundër ndërhyrjeve estetike? Jam pro ndërhyrjeve estetike. Jeni pro? Jo, kundër ndërhyrjeve. Jeni kundër, pse jeni kundër? Kundër. Nuk dija të kujtohet kur martojshin të rijit, e marshin nusën, e u palajke nusja, e këqyshin nusën, e thejshin gratë, por të mirë, e kull, e gatë, veç i kërë buzë si qerep. Kishe trasha, po. Trasha, po, dhja din qka është qerepi. Jo, nuk e di. është një anë e dheut me, ku mendoj trasha. Në rregull. Po. Trasha. Po, e kuptoj, po tash po e di. I kish buzë si qerepi. E tash, ju trejat e trit, po i bo një buzë si qerepi. Edhe s'po dokën e mirë. Edhe s'po dokën e mirë, po ndëgjoj, po? Po ndëgjoj, pse? Jo, veç tash... Po, pa tjetër, po ndëgjoni, pa tjetër. Edhe nuk e di vëlla qka, masa ndej, edhe di qka tjetër. Jeni martuar, zotri Hamdi? I martuar, po fort i martuar, e me thmi. Në rregull, vjen mirë shëqër. Sepse tashmo edhe djemë të ri, mduket, ju ka ndryshuar edhe pak mendimi edhe pak... Jo, une jam i gjeneratës bukur. Vjetër, a? Vjetër, për ndryshe veteran i arsimit. Po më vjen mirë. Po më vjen mirë, zoti Hamdi. Edhe diska tjetër. Pa tjetër. Jam edhe kundër, në balë që po të thamë, ty edhe zhjilë, po i bëni vëllah thojt 2-3 centimetra, o nuk di qysh mundi me punua, qysh me hangër buka. Në balë shprejhe nuk di qysh merë një tahret, që ti po të thonë në një market një vojzë. E murë pas të jeren për me pagu e senës, s'poj kemi e qëllue shkronjau, numrau, hiqi mëre, këto farthojsh. Jo, nësu me thojtë e gjatë, sigurisht është kërkesa, dëshira, personalisht nuk më pëlqejnë as mu, thojtë e gjatë dhe mundohem mos mi bo thojtë e gjatë, me qenë se dhe shkaku i higjenës nuk më pëlqenë, po si do që të jetë shpresoj që ato që i kanë thojtë e gjatë kujdesën për higjenën e vetë personale, edhe s'ka nevoj namja bajt gajle nas njonës. Po që shka mu kujdes me një dezinfektues, i kanë ato dorza që i përdorin gjatë gatimit, këso vajzat e rria besa nuk gatujnë atë shumë i ka nanat shtëpit e tëre, kanë nga që mushimin, kur dhe që fillojnë të miren me kuzhin me shpresoj që atëhere ndryshon diçka njëtën e tëre. Zotri Hamdi, faleminderit shumë që telefonove. Edhe diçka, unë i thash asoj vojzës të market. Diçka është tahreti. Qysh merë ti tahret? Ka është tahreti. Është pa pastruash, mra pa heq. E kem fatuleta, kem. Bravo të kuft. Veç vazhdo. A e more kusurin? Nga ju vajza në market, a e more kusurin? Po e mora kusurin, po... Shpresoj që kanë qenë parat e pasër, ta s'kanë qenë. Inshallah. Edhe shpresoj që i ke dezinfektu duart pastaj kur ke shku në shtëpi. O me mendu kështu, mëre baci Hamdi, nuk dalëm heq, nuk hajna heq, nuk i flasim as kujt heq. Po mos e ladh kokën tonë të bukur me kësi mendime, more baci Hamdi. Ti e vjeri që s'kisha pas qef me të pasën shpe. A dim se qenë ke shumë detajist. Edhe burrav nuk ju ka hije me qenë detajist. Vjerrave ju ka hije, aty këto një koment. Pse bre qika jam? Pak thojt mi shkurtu pak azi. Po burrav juve hec ju ka hije me komentu nusen. Mëre vjerat mëre im tra numre. Lej vjerat shumë të mira jonë.
Unë I kam 2 vajzave që ku më thonë. Me jau po thojt, tash kam javë shkurtu lishta. Veç faleminderit. Po të respektojnë. Normalisht, shtu. Në rregull, sa mirë. Pa merak, respekt për juve, zotri Hamdi, me gjithat, ka pak shako, ka pak për një me. Faleminderit shumë ditë në varë, të në këto. Diqysh mu anku dikush prej vjerës, me thonë valla që shto vjera folje, I ka je pak grus me konë ma detajiste, pak me komentu, ndoshta për të mirë, shpresoj që për të mirë, gjithse të sen herë. Po do burra zemrat që I keni